dëshmi e rrajshme do të thotë është çdo dëshmi me plot kuptim e fjalës që e jep njeriu ndërtim caktuar e që nuk është meritor të dëshmon për ta. Qoftë për shkak të mungesës së kompetencave, nuk je kompetent dëshmosh ti për këtë. Andaj mungesa e kompetencës, mungesa e aftësisë, mungesa e informatave, mungesa e dijes, apo gjitha këto, për shembull, mund ta shpijë njeriu në dëshmi të rreshme. Dhe kjo prek dimensione të shumta jetësore. Qoftë për shembull të jetë dëshmitar i rreshëm për ta fajsuar dikën, apo se ky e ka bërë filan krimin, ky e ka bërë filan veprën. Kjo është e tetë shëmtuar. Ku si pasojë e kësaj mund të pëson njeriu me burg, mund të pëson njeriu për shembull me privim nga të mirat shumta, mund t'i konfiskohet ndoshta pasuria, e drejta e tij, e posedimit gjërave të caktuara kështu me radhë, si pasojë e dëshmitarit të rreshëm. Pastaj gjithashtu dëshmia e rreshme nuk është vetëm kuptimin e gjyqësisë, apo ku gjyq diku dëshmon rreshëm ndaj dikujt, pavarësisht në çfarë cilësie dëshmon rreshëm apo kundër kujt, pavarësisht është ndaluar rrepsisht dhe është për mëkateve të mëdha. Mirë po nuk është kjo e vetmja. Dëshmia e rreshme është edhe për shembull shitsi në dyqanin e tij, të dëshmon për mallin e tij se është mall i mirë, apo ta lavdron për te aso që meriton ai mall. Dhe si pasojë kësaj dëshmie të blen dikush mallin. Ose për shembull nganjëherë kemi ekspertë të ndryshëm të lajmeve të ndryshme, ekspert për shembull të marketingut, ekspert të projekteve të caktuara, ekspert dhe njeriu nuk din çfarë të bën, atë investon, atë merr pjesë tu, a mos merr pjesë tu, a është ky vend i përshtatshëm, a është kjo shoqëri e përshtatshme, nuk din. Dhe konsulton ekspertin. Dhe ai korruptuar nga anë caktuara dëshmon rreshëm se kjo është çështje e mirë, është profitabile, dhe kjo është dëshmi e rreshme. Kjo ndoshta nuk i kushton këtij me burg, por i kushton me humbje parash, ose do qoftë ka arsi pasojë e dëshmisë së rreshme. Gjithashtu, do të them ka dimensione të shumta, por dua ta përmend edhe këtë në kuadër të këtyre pikave që i përmenda. Dëshmia e rreshme është edhe që njeriu për shembull ta merr sikurse ndodh, për shembull me kopjuar provime. Dhe kjo dëshmi e rreshme, se provimi studenti kur shkon në shkollën e tij, çfarë bën ai? Dëshmon aftësitë e tij, dëshmon të arriturat e tij intelektuale, dëshmon kuptimin e tij të mësimit, apo tash ti pse thot në fund e ka marr dëftesën, diplomën, dëshmin. Kjo është dëshmi se unë e meritoj këtë mësim që e kam marr, apo dhe kjo dëshmi në fund ka arsi pasojë disa dëshmive një pas njëshme, apo në vitin e parë, dytë, e tretë, e kështu me radhë. Andaj mund të jetë që në pjesë saktuara të këtij mozaiku të dëshmisë finale, ai të jetë dëshmitar i rreshëm, ka kopjuar në provim, ose ka arriti kupton pyetjet nga një arsimtar apo profesor i korruptuar, edhe kjo dëshmi e rreshme. Nga se ti ke shkuar aty ditë që ti nuk se meriton atë. Nuk e meriton. Ose blerja e diplomave, për shembull duhet, ose për shembull nganjëherë pyesin disa njerëz, dikur don të hap, po them kushtimisht, don të hap barnatore. Dhe sipas ligjit kërkohet që të jetë një farmaceutist aty i cili me licencën e duhur, me shkollimin e duhur, po. Normal. Dhe ai normalisht ai nuk e ka kët dhe i thot një farmaceutisti që ka përfunduar fakultetin e farmacisë, i thot ma jap diplomën tënde vetëm derisa ta licencoj biznesin tëm ministri. Pastaj unë për këtë të jap ty çdo muaj ka 150 euro, 200 euro, tash sa di ku diun sa mirën vesh, dhe ti s'ke më obligime ndaj meje. Vetëm të jetë dëshmi licenca jote se unë po në rregull. Kjo është e rrezikshme. Ka se mund njeriu jo kompetent, njeriu jo profesional, mund të udhëheq biznese që dëmton shëndetin e njerëzve, mund të dëmton sigurinë publike të tjerë e kështu me radhë. Edhe kjo dëshmi. Andaj dua të them që kjo përfshihet në shumë dimensione të jetës tonë që ndoshta njerëzit nuk i vendojnë vëmendje kësaj. Dhe mendojnë se është e kufizuar në dimension caktuar, vetëm me dëshmu si dëshmitar në gjyq kundër dikujt. Kjo është, padyshim, mirë, po kjo është e shtirë edhe në shumë dimensione të jetës tonë që unë i përmend disa e janë të shumta, nga se mjeshtrit e njerëzve për dëshmu rreshëm janë shumë më të mëdha se ne kemi mundësi ne ti kuptojmë apo ti përmendëm në një emision sikur se ky.